Nderues të dëgjuar mirë mbrëma, po lapim dhajmet flesh. Presidenti i Kosovës Satmir Fediu në një intervjues në vist i uroi popullit të Kosovës vitet e fundfestave dhe tha se gjatë shtatit 2010 Kosova do të kavarcohet. Nesër në Kosovë arrin për një vit dyzitëshe mjashti i punëve të Maqedonisë Tranko Prvenkovski, i cili do të takohet me kryeqekun e agiministrit, me kryeoren e partisë Veron Tusojin, si dhe me liter të tjerë të Kosovës. Takimi do të mbyllet me dyrë të mbahura, ku tas pakimit do të jepet pronondim për mecja dhe konfeshtyp për encë. Sot në Prishtinë protestuan disa mindra qindra punonës të kapënaqur me tyre të ardhura. Artesta për arsyeve ishte vonesa në mosparjen e magave për 3 muajt e mundit. Zotusit u protestuan se prondalet nuk do të tesen deri në kërkesat e përmbushjeve të tyre. Sot në Prishtinë u hap panalibri i Hirit. Në Petkanajr u prezantuan shkrim shumëtar nga të gjitha biset vallkanike. Mes rast u shpall edhe viti më i mirë i librit, libri Cici Gugupic. Në pjesën perivendimore të Kosovës u tërmet një fuqi e ndëgjuar prej 4 mall të Mershkalit. Ekipi jonë zjarri në vendin e ndaljes ku sipas dëshmitarëve okutar nuk pati vik njerëz në tima, vetëm disa jo matërdëme të vogla. Sipas zëkekit të dhënësit të Korpogjike Energjerate të Kosovës, rrymë me stabilitet zendje nuk do të petë përmirësim edhe një copë të kaktuar për shkak të fallabacimit me problosjet e problemeve të termo as centralit Kosova B, i cili deri më dhuar ka protash afro 100 megawatt elektrik energjike. Pra, redukterët do të vazhdojnë edhe me tutje 4,5 të pikës ditës dhe 2 pikë natën. Edhe një kek nga vretja, ftohen të gjithë konsumatorët se për shkak të shkyqjes së parafakturave të pagimit ndaj borxhës deri me 31 dhjetor do të legalet konsumatori i të gjitha shkyqjeve, ndërsa për paraparregullt e paguesve keku për rritin e vit do të dhurat shpërndamje. Në kleancën e Palasovës së komentit sot nuk u aveshmarrëtia për formimin e treg lirë të TIS, ku me 60 kundër vota pro dhe me 50 kundër veshen në mosmarrësje. Nga bota. 2 fuqime të shpërthyeshme sot në orët e nxesit të mpara u ndëgjuan në veri perimenlindje të Kashmirit. Një armatos i personun zjarri hap kundër një pacie të palitullës ku vdekën nxehtjen pa tërkersona. Në Vjenë sot u takuan fuqit e 6 industrializimeve më të forta botëmdhaja, ku biseduan për zvoglimin e bërthamës së atomisë prodhimore energjetike. Sport. Në xhiron e kampiondeshjeve së dytë në Futligën e Bashkë Federatës së Kosovës, që u javën në mbajtjen e kaluar, u ndeshën këto luajtje. Dugateksi Mabexhini 89-98, Kushtria e Vosovës Besa 75-77, Prizria e Lireni Drita 66-50, Prishlapi Gjesa e Bilani 77-58, Gjaznimi i Vllakovës Kydorriku 70-60. Dhe në fund parashihmoti i kimit. Sipas me Institutit Interologjik të Kosovës, tondin mbi mot mbajti kryere me shi, të dendura dhe shipashiu me vrankohë dhe bubuvrancina me përcjellet të qadrave me vetima. Temperasilla u tur prej në 4 prej Celsius, në Celsius Gjakov 6, në minus plus Gjilan Celsius 4, në Vitromic 4 gradë Celsius. Moti nesër. Tondin në nesërven do të sisht krymbaj mot të lagur. Bubufryma do të kokrizet me kokoreshura të ligave të ajrit të thatë, me dende të rehura tymi, ku temperasilla do të turet prej 6- gradë Celsius dhe ajo me dita lartës deri 7 gradë Celsius. Sfera e atmosfershtypjes do të jetë 50 milibar. Dërës të ndëgjuar, këto ishin përgatitjet e sontëve për lajme. Çëntutje dhe ndëroni me ne deri në edilajmet e cionit të ardhshëm. Lam dhajmet flesh.